sot me buzëqeshje zemrat jam plot. Abetoren përshëndesim sot, hapi I parë në jetë, një kujtim I fort. Shkronjë, shkronjë, hap pas hapi, ëndra rritet çdo ditë pak nga pak. Flet, flet, drit në mendje, jam jena pret për paraqit. Shkronjë, shkronjë, hap pas hapi, ëndra rritet çdo ditë pak nga pak. Flet, flet, drit në mendje, jam jena pret për paraqit. Sot ne po fillojmë abetaren kur s'do ta harrojmë. Çdo fjalë e re na bën më të fort, një botë e madhe hapet sot. Shkronjë, shkronjë, hap pas hapi, ëndra rritet çdo ditë pak nga pak. Flet, flet, drit në mendje, erdhjena pret për paraqit. Shkronjë, shkronjë, hap pas hapi, ëndra rritet çdo ditë pak nga pak. Shto shkroj mirë drejt, të gjithë I mësuam, me gzime me shpreh, sot festojmë bashkë, kësia na bashkon. Një kapitull mbyllen, një tjetër fillon. Shkronjë, shkronjë, hap pas hapi, ëndra rritet çdo ditë pak nga pak. Flet, flet, drit në mendje, ardhjena pret për paraqit. Abetare faleminderit, do të mbetesh në zemrat tona. Hapi parë drejt dijes fillimi I çdo ëndre tona. Tridhjet e gjashtë margaritare janë dhuratë për klasë të parë. Dikur s'tia të lexoj fare asnjë fjalë në abetare. I mbusha fletoret me margaritare. Unë voglushi. Prodhimin që kaluam 9 muaj së bashku dhe në fund të rritëm suksese. Ju faleminderit për gjithçka që ka përjetuar bashkë me mua. Që sapo kemi baruar mësim në shkronjave, sot për që kemi të bindur, kur nuk e I fort kur se e ditur. Pa arse, pa gjuhë, pa kulturë, s'quhesh kam. Prandaj ne çka na fliste zemra, e që ndisën shkronjat, gjuha që kish nën, e trashëgojnë shqiponjat, si rajet e zemrës që na mbajnë gjallë. Është gjuha e nënës, na quajnë shqiptar. Vitet shpejt të kalojnë, çdo ditë është diturin. Dy vogla abetare do të kujtojnë me dashuri. Një fole me gërma shqipe, ti falë shpirtit tim. Kur në shpirt ato në vushën, do në gjajnë në prillet në gjepër. Në përseku I gema shqipe, thasht e këtua në për uvë, I zunata u bëndritë, sa u gëzëndën në një nullë, ecin djenin malë, u bë vjesha dhe përal, u bë zoq lajmetar, u bë yje dhe pishtar. Dhe shtektua me mullë, dhe në pyje shpesh pushuan, u bën lapsa e fletore, jetës I dhuruan. Dhe shtektuam në prull, në një malë shqipën takuan, na bën gërma flamur, në flamur folin dërtuan.
A dhe është historia një populli për liri, a dhe është gjotë që flesh zë njëri, pa a dhe nuk ka emër, pa a dhe nuk ka liri, pa a dhe je i braktisur, pa a dhe së të do njëri. Si dhuratën nga Perëndia, për njerëzin është liria, pa liri jeta shrihet, ndaj me gjak, ajo mbrohet. Shqipëtarëve në veçanti, ju ralloto kjo cilësi, me të lindin, me të vdesin, për liri shpirt në tresin. Kemi fusha male dete, kemi adhe pas të mete, kemi tradita me shumur, kemi Shqiponën në flamur. E mësuam shumë mirë, a betarëm fletë në fletë, dhe tani kemi dëshirë të lexojmë në çdo libër vetë. Hym plot gaz në librari, i sot ditëm raftet plotë, ja këtë libër të ri, zgjodhëm ta lexojmë sotë. Për me e dashur gjithmonë, mbetet ta betarja jonë. Bota është e bukur ku jeta në lezojnë, fëmijët në gjithë botën të duan të jetojnë. Ne me gjallëria jetës në shtëpi, ne me relatimin që të falim dashuri. Shumë herë bëjmë gabime, shumë herë ju kemi mërzitur, po ju prindër mos u ankoni, sa akoma nuk kemi rritur. Ju na jepni dua që kemi siguri, ju na hapni krah që kemi dashuri. Prandaj ne ju premtojmë që çdo gabojmë gjithmonë, në jetë do jemi të Zot e punëtor. Një gomë vogël nis bisedën me një laps të bukur. Si jeni koem? Unë jam i kur. Përse thua kështu? Nga së urrej. Po përse më dhe? Sepse tish në të që më shkruaj. Po në shri vetëm gabimet. Dhe çfarë komuniketi atë herë? Unë jam gomë, kjo është puna ime. Kjo nuk është punë. Puna ime është të boj që do bishme, sa edhe puna jote. Ka boj shumë. Përse? Se sa e që shkruat është një mirë sa e që fshi. Ta fshir gabimin të kryon mundësin të shkruar që sashte. Të vërgjitën të jo një poem. E në tërë moment, jo nuk e urejnë nga ati që fshin gabimet. Po pse pas çdo ditë të zvogëlohesh, o për shkak se sa herë që fshin një gabim, mund sakrifikoj një pjesë të vetës time. Edhe unë gjithashtu zvogëlohem. Ne nuk mund të dojmë gabimet e tjerëve, nëse nuk sakrifikojmë nga pak. Shumë bravo, shumë. Ishte një herë shumë kohë parë, një lule e vogël që rrinë në një fushë. Ishte e verdhë, por ende pa emër. Gjithë ditën rrinte me kokullur dhe ishte shumë e të shtuar. Ti nuk je bukur, ti dukesh e shurtuar. Sa petale të shpyfra kokën e madhe bish që gjatë nuk më veçen fare. Një ditë kur kaloi tjeri i madh, i ngrohtë dhe i ndritshëm, e pa lulën e vogël të mërzitur dhe e pyeti: "Shëndetje."
po e mire. Ti e një rulle e bukur, si gjithë të tjera. E remen tim, ti tani do të qushër zilën. Faleminderit Diell, unë jam shumë e lumtur për emrin që më urove. Kur do ta harroj? Dhënëshin faleminderit, gjithmonë do të mbaj vështrimin nga ti. Një parë, ti je si qifat e tjera, se njës të na falë. Këto lullë ka bukurin e vetë dhe të gjitha se bashku silin pranvera. Ashtu si lullë Diellën që ndjek Diellën, edhe ne do që mësuesen në ditën e dijes. Nga sot njemi lullë Diellën të venjen, që do të rritemi drejt qiellët. Sot do shihemi çfarë ndodh kur bëjmë e do më shumë telefonin, sa librat. Ben, mjaftë në atë telefon, s'ke bërë të durat abetares. Prit në, jam të nivelli fundit i lojës. Po të nivelli fundit i abetares, kur do e kalosh nesër këtë test? O, abetarja është në nëse shpre. O, zot, çfarë të bëjmë me këtë fëmijë? Do flas me mësuesen. Mësuesen tim, Beni vetëm në telefon rri, abetaran sa fare. Ja, e ato, më thua, çfarë ka telefon që se ka abetarja? Telefoni flet me mua, ka lujra. Edhe abetarja flet me ty. Ben, dëgjoj, zogu të rëndar. A e dëgjove? Të foli. Po, diçka magjike. Për mëson gërma ti bësh ai që jep zë telefonin, ti shkruan mesazhe, ti lexon prava. Pa abetar telefoni është thjesht një kutje. Domethënë, unë duhet të mësoj që ta komandoj unë telefonin. Bravo, tani e timbri ti, jo telefonin. Mësoj të lexoj që ti i dërgoj mamashtë nga libri dhe unë ka telefonin. Shumë mirë. Faleminderit mësuese. Beni e kuptoi, telefoni është lodër, por abetarja të bën të zotit. Tani Beni lexon çdo natë, telefonin e merr vetëm pasi i mbaron detyrat në fillim mësimin, pastaj telefonin. Ben, a e shifte çfarë të bë telefoni? Po. Abetar
Deut, ti më të bukurit vend. Më falë shën Shqipja, më degu krenaria. Në qënë më dha qëndresa, më fole historia. I mora inati e mposta vetën ti. Veta kënë të pushka, njëva vetën të rëmi. Pastaj e në të era, ajo më vërshëleu. Më tha mos i largo, qëndro veç të ka dheu. Tek vitet e gjata të punës dhe për pushtimit tanë, por edhe të kujtimet tona në atë shkollë. Ku kaluam aq shumë vite së bashku, me zërat të fëmijëve, zileve të orëve të mësimit, emocioneve të fillimeve dhe lodhjes së bukur që të falë vetëm arsimi. Kam kaluar vite, por zemra ende më duket sikur shoh korridorët e shkollës të mbushura me nxënës. Klasat të zbukuruara për vesa të dy gjithmonë me buzëqeshjen, qetësinë dhe dashurinë që t'i jep rrjedhje fëmijëve. Për 40 vite arsim, ti nuk ke qenë vetëm thjesht mësuese. Ke qenë zemër, frymëzim dhe dorë e ngrohtë për brezat e tërë nxënësish, të cilët janë krenar që ju ishin pjesë të formimit, zhvillimit të tyre. Sa fëmijë kanë mësuar shkronjat e parë nga ju? Sa sy të vegjël të kanë parë atë njerëz? Sa prindër të kanë falenderuar në zemër për përkushtimin dhe mirësinë tënde? Ti ke lënë gjurmë në jetën e shumë njerëzve dhe kjo është vlera më e madhe që mund të ketë një mësuese. Në këtë ditë të bukur të abetarës, duhet të them se ndihem krenar që kam punuar në kapitele, që ke pjetuar vite, kujtime, sakrifica dhe emocionet e të drejtë në kohë. Koha kalon, krizat të ndryshojnë, por eti dhe kontributi yt do të jetë të gjithmonë për respekt në zemrat e njerëzve dhe kolegëve. Përqafoj fort nxënësit nga ana ime, edhe pse sot nuk jam aty mësues, një pjesë e zemrës time ndodhet në atë shkollë. Në ato klasa dhe në ato kujtime që nuk harrohen kurrë. Me shumë mall, dashuri dhe mirësim, mike e juaja për jetë, Lume Ismailaj. Vendi i kushtrimi, vendi i këngës dhe i kërcimit.
falenderoj të gjithë dhe që morët pjesë në këtë arktrim të klasës së parë. Në veçanti dhe falenderoj nxënësit e mi që u paraqiten shumë bukur, recituan bukur, kërcyen bukur dhe një falenderim shumë të madh kam për ju. Për prindrit e tyre që kontribuan në çdo mundësi që paten dhe më përgjigjen për gjithçka që paten gjatë këtij aktiviteti. Përshëndes edhe kolektivin tem, faktikisht u gjend gjithkund, ndihmuan se nuk mund e kisha arrit veten me bërë gjithë këtë aktivitet. Faleminderit, më shumë ju. Një juve. Bravo! Ta mbyll me klasën e parë me ju, dhe ta mbyll karrierën time, ishim vitet të lutura. Alanta. Shumë faleminderit. Ambra. Amar Musaj. Amar. Kam shpresë se të bosh një zonë si një. Bonida, kështë të qyrë shumë faleminderit. I ke nderua dhe mua. Prisela, faleminderit. Paç, suksese. Enes, t'jum, faleminderit. Gjithve shumë faleminderit. Jeni pyet të gjithë për mua. Me shoqe, detyra punoj, mësuesën tonë.